Çka është taguti vllazni? Adhuron Allahun edhe largon prej tagutit. A di kur na ka thënë çka është taguti? Çka është taguti? Shejtani taguti. Tjetër Gjësen që adhurohet pas Allahut dhe është i kënaqur me të është tagut. Tjetër? Ai që bën ligje për ligjet e Allahut është tagut. Tjetër? Dëgjoni që ka Ibn Qayyim rahimullah për tagutin. Thot Ibn Qayyim rahimullah. Taguti është emër i nxjerrur për fjalën tughyan. Tughyan në taga arabisht është te kalimi i kufinit. Apo çdo të që kalon kufinin është tughyan. Apo andaj edhe uji, lumi kur te kalon kështu i thon tagalma. Apo tagalma don ka dal uji jashtë kufive të tij apo. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, taguti është kaluarit e kufinit apo. Andaj robi kur te kalon kufinin apo në të adhuruar, në të pasuar, edhe në të nështruar kanë ndjek tagut apo. Don taguti është tri lloje, apo te kalimi kufinit, në të adhuruar, duke adhuruar dikon pas Allahu xhalla wala, apo në të pasuar, pason dikon deri pas pejgamberit, bidatit janë tagut, apo edhe në të nështruar. Kudo që i nështrohet më shumë se që duhet, duke të kalu kufinin këtë nështrim, apo e ka shndruar çat vetëm din tagut apo. E pastaj, ai që ky nështrohet ose e pason, është i kënaqur me këtë veprim, ai bëhet tagut pastaj. Don veprimi është veprim tagutor, apo veç me boçit punë. Ata që e kanë adhuruar Isaun alayhis salam, ta kanë rënë në adhurim të tagutit apo. I po Isa nuk është tagut, ka sa është i kënaqur me këtë adhurim. Prandaj veprimi është tagut, pavarësisht ai është i kënaqur, është i kënaqur, veprimi është tagut. E pastaj nëse ai që i bëhet kjo, qoftë adhurimi, qoftë pasimi, qoftë nështrimi, ai është i kënaqur me këtë, edhe atij i takon emri tagut. Ç'kjo është taguti? Do të taguti ka sa kuptime? 3. Apo taguti nën kupton, do të me komanduar të tagutin thu kështu apo. Taguti është të kaluarit e kufinit në adhurim, në pasim dhe në nështrim. Nëse të trija është tagut, kudo që të vjen është tagut. Dhe Allahu xhallahu na ka ndalu me të kalu kufinin në adhurim, me të kalu kufinin në pasim dhe me të kalu kufinin në nështrim.